Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se do të vendosë tarifa dytësore prej 25 deri në 50% ndaj naftës ruse, nëse ndjen se Moska po bllokon përpjekjet e tij për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një intervistë për NBC News ai tha se është zemëruar shumë kur presidenti rus Vladimir Putin bëri thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare në Ukrainë, prej së cilës presidenti i Ukrainës Zelenski do të përjashtohej. Nëse Rusia dhe unë nuk arrim të bëjmë marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes në Ukrainë dhe nëse mendoj se është faji i Rusisë, gjë që mund të mos jetë, por nëse unë mendoj se është faji i Rusisë, unë do të vendos tarifa dytësore për të gjithë naftën që del nga Rusia. Kjo do të thotë që nëse blini naftë nga Rusia, nuk mund të bëni biznes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi Trump. Presidenti amerikan po ashtu theksoi se masat tregtare do të vendoseshin brenda një muaji nëse marrëveshja për armëpushim nuk arrihet. Deklaratat e tij vijnë pasi Shtëpia e Bardhë njoftoi më 25 mars se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për armëpushim dhe për të lejuar lundrimin në detin e Zi, si dhe për të mos goditur objektet energjetike të njëra tjetrës. Por problemet për zbatimin e marrëveshjes vazhdojnë. Kievi thotë se ajo do të hynte në fuqi menjëherë, ndërsa Moska kërkon fillimisht heqjen e pjesëshme të sanksioneve që kanë të bëjnë me kompanitë dhe bankat ruse të përfshira në tregtinë ndërkombëtare të ushqimit.